unë kam dëgjuar që njerëz që qeshin shumë, se unë jam tipsh edhe unë shumë qesh, shumë bëj shaka, din njerëz të mi të kryt rreth. A mendon ti që njerëzit që qeshin shumë që ndoshta edhe ato kanë për shembull një mlef, si thotë, një diçka që brenda që ndoshta edhe nuk janë ashtu siç duken apo siç jipen? Besoj që mund të përdoret kjo si një lloj mburoje për të mbuluar atë dhimbjen ose trishtimin që ke. Ka ndodhur për shembull rastet e ti që ke qeshur dhe brenda deep inside nuk e ndier për shembull ashtu siç e treguar. A ndodh kjo? Po, ka ndodhur, po. Por unë prap besoj që ne çlirojmë energji dhe si thosh amplifikojmë atë që bëjmë. Pra është një lloj hipnoze që i bëjmë vetes tonë. Duke thënë gjithmonë një gjë, ne bëhemi ajo që themi në më të shumtën e kohës. Dhe njerëz që qeshin shumë, si thosh, ose njerëz që bëjnë të tjerë për qeshur, janë të rrezikuar ndonjëherë nga depresioni. Kjo është nga historia, sepse kur ti jep shkarkohesh nga brenda, por kur ti e shijon atë që bën, kur ti nuk e bën i sforcuar dhe e bën me pasion dhe je aty i vërtet, u besoj që ti thjesht e bëhesh dhe njësohesh me atë lloj energjie që transmeton. Unë di që e qeshura shëron dhe nuk, si thuash, kam parë trajnime që janë që me qeshur që ti rri aty edhe qesh thotë, si qesh, ha, fillon një herë kështu si budalla, ha, edhe pastaj ha, ti qesh me atë që po qesh, ha, dhe pastaj nuk ndalon dot. Po ajo është çlirim, Çlirim, po. Ja, pastrim. Vërtet. Familja, ti domethënë je i martuar, ke 2 fëmijë. Si është jeta tesh? Që sa vite jeni të martuar me Amin? Që sa se dola prej një temë në temë? Po, mirë, po jemi një 20 vjet. 20 vjet. Si është jesh 20 vjet të martuar në kohën e sodit? Unë dëgjoj tani që theti e mendova se kisha mentuar ne. Duhet mendosh, normal. 20 vjet, golden e Hochzeit thotë në gjermanisht. Apo është golden apo silver wedding day. Që thënë. Si është normal? Nuk i numëroj. Është një farë sfidë kjo edhe kjo pjesë që është se ndëgjon kohën e fundit ndarjet. Po. Edhin është pak një gjë që e pyet vetëm pse nga vijnë këto ndarjet, nga vijnë kjo a dorëzohen shumë shpejt çiftet në kohën e sodit apo si mendon ti për këtë pjesë, mendoj? Shiko, po, është e vërtet që martesa është një lloj sipërmarrje ku të dy palët duhet të organizohen, është një, si thua, një punë e përditshme dhe nëse bëhet si punë, atëherë fillojnë edhe krijohen problemet. Për shembull, dhe Ami kemi një lloj marrëdhënie shumë të shëndetshme që ka bazën tek respekti. Dhe dashuria është me val, mendoj unë, njëherë je shumë i dashuruar, njëherë ulet pak dashuria, por ajo që nuk ulet asnjëherë dhe që qëndron gjithmonë aty është respekti dhe ndershmëria për personin që ke në krah. Dhe integritet do të thotë që ti do sillesh mirë ose të bësh ato gjëra sikur ai personi që ke në krah të jetë aty. Kjo është. Dhe mendoj që shumë çifte tani i bin shkurt. Si thosh, ka shumë dorëzohen shpejt. Po, dorëzohen shpejt, ka mundësi dikur për shembull themi ne pse s'ka pas dikur shumë ndarje. S'ka pas sepse femra s'ka pas mundësi me u nda. Mirë, po tani femrat janë bërë edhe ma të pambarura, ma të forta, po, ma. Dhe atë për këtë pjesë duhet dali pastaj, feminizmus. Por më vjen keq që shoh gjithmonë më tepër miqtë e mi që divorcohen dhe më shumë nuk më vjen keq për ata, po më vjen keq për fëmijët e tyre që do vazhdojnë të jetojnë në një mjedis që si thua ka ndasi. Por më e keqja fare është kur mbas divorcit nuk ka mirëkuptim, edhe së fundi pam edhe ca pamje të rënda nga disa princër dhe mbretër të Shqipërisë që të trishtojnë. Shumë keq. Kështu që, por unë jam i këtij parimi që më mirë
dy prindër të ndarë, por që jetojnë me harmoni, domethënë me mirëkuptim, se sa një martesë me zënka, me sherre, me situata Se kjo është edhe ka pasoja pastaj edhe për fëmijët. Këto fëmijët rriten me një frymë shumë negative, frymë që mund të ketë pastaj edhe pasoja në të ardhmen për fëmijët. Absolut. Është e pashmangshme kjo efekti që ndodh.